Një incident që fatmirësisht është parandaluar nga udhëtarët ka ndodhur në fluturimin e dieshëm Gjenev-Prishtinë. Një shqiptar i Kosovës që do të udhëtonte nga Zvicra drejt vendlindjes ka tentuar të hapë derën e avionit, por është ndaluar nga udhëtarët. Siç shihet edhe nga pamjet e shpërndara në mediat sociale në Kosovë, kanë qenë disa persona që janë hedhur mbi të riun sapo kanë parë që ai do të hapte derën e avionit, ndërsa më pas 2 djemë të tjerë e kanë mbajtur të neutralizuar derisa në bord janë futur policët. Nuk është e qartë nëse avioni ka qenë në fluturim dhe është detyruar të bëjë ulje emergjente në ndonjë shtet tjetër, apo gjithçka ka ndodhur në pistën e aeroportit të Gjenevës. Nga veshja e policëve që janë paraqitur në avion për të shoqëruar personin në fjalë, dallohet që nuk janë uniforma të policisë së Kosovës. Nga pamjet dëgjohen ofendime dhe të shara që udhëtarët shqiptar lëshojnë drejt të riut. Në një moment, në fund të videos, personi debaton me një të moshuar që ofendon për veprimin që kishte në mendje të ndërmerrte, duke rrezikuar jetët e të gjithë udhëtarëve dhe ekuipazhit, kryesisht shqiptar të Kosovës.